أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلندريمت lavdrimet për Allahun xhalla xhelaluhu. Salatet, selamet, lutjet tona më të sinqerta janë për zotërinë e gjithë bijve të Ademit alayhi salam, vullën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin të birin e Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e pastërt Muhammedit alayhi salatu wassalam deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër dhe motra, një prej gëzimeve më të mëdha të muslimanëve janë festat e tyre, të cilat na i ka mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe çdo popull i ka festat e vet. I ka festat e veta me të cilat ata festojnë, i gëzohen ditëve të tyre. Dikush i gëzohet ditës shpalljes pavarësisë, dikush i gëzohet fitimit të një lufte të rëndësishme, dikush lindjes së dikujt, një liderit, një udhëhecit, një shkrimtarit, dikush feston ditëlindjen e dikujt prej të afërmëve të vet. Ka mënyra të ndryshme dhe raste të ndryshme të festimit të festave të ndryshme, por ne në Islam i kemi dy festa madhështore të cilat ne i ka mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam. E ato janë festa e Fitr Bajramit edhe festa e Kurban Bajramit, Eid al-Fitr edhe Eid al-Adha. Po ashtu, disa prej dietarëve kanë thënë se fest për muslimanët është edhe dita e Gjuma, është fest për shkak se falen mëkatet e robit të cilët i ka vepruar gjatë javës. Mirë, përgjithësi si fest të cilën lejohet dhe duhet që muslimani të shpreh ngazlimin e vet, gëzimin e vet, është festa e Fitr Bajramit, i cila vjen më një herë pas përfundimit të muajit bekuar të Ramazanit, është ditën e parë të muajit Shawwal, si dhe festa e Kurban Bajramit, e cila vije në ditën e 10 të muajit të Dhulhijhes, ditëve kur haxhilerët e kryen një prej kushteve madhore të Islamit, sikur që është haxhi. Bajramet në Islam janë madhërim i shejave, identifikimit të grupimit të muslimanëve, të vetë muslimanëve. Dhe dalin, festojnë, madhrojnë Zotin e tyne, falin namazin e tyne në mejdane apo në vende që quhen musalla, vend falje ku është për suneti që të falen të gjithë burra dhe gra në vend publik të madh dhe në këtë formë të shprehin madhrimin ndaj Zotit tyre. Bajrami në gjuhën arabe është quajtur Eid. Ka thënë dietarët, është quajtur Eid që në kuptimin gjuhësor, etimologjik, ka kuptimin kthehet, përsëritet, për shkak se çdo vit kthehet e njëjta ditë dhe e njëjti gëzim. Gëzohen muslimanët me përfundimin e muajit të bekuar të Ramazanit, që përfundon një prej shtyllave të Islamit, sikur që është agjerimi, kur e dim që Islami ka 5 shtylla: shahadetin, dëshmin, pohimin se besojmë një Zot dhe nuk i shoqërojmë atij asgjë, dhe falja e namazit, agjerimi i muajit bekuar të Ramazanit, dhënia e zakatit, si dhe kryerja e haxhit. Këto janë 5 shtyllat e Islamit. Fitr Bajrami është një formë e kënaqësisë dhe shprehjes së gëzimit tek muslimanët që arritën me përfundu një muaj të tërë
discipline dhe agjerimi për hir të Zotit tyne, të përgëzuar nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se ata të cilët kanë agjeru muajin e Ramazanit do të thirren në nga një prej 8 dyrëve të xhenetit e quajtur Rayyan, dhe se Allahu Teala ka lista që natë për natë gjatë muajit bekum të Ramazanit liron robërit e tij nga zjarri i xhenemit. Kur e bën hesab, kur llogarit këtë çështje robi muslimani i cili ka kryer këtë obligim madhor, ka fal namaz, ka agjeru, atëherë është plotësisht e drejtë e tij që të gëzohet dhe që më njëherë ditën e parë të muajit Shawwal, që është muaj pasues, më njëherë pas muajit të Ramazanit, ai të ketë fest dhe këtë fest të gëzoje bashkë me familjarët e vet, me familjen e tij të ngushtë dhe me rrethin e gjerë të komunitetit tij musliman. Dhe kjo alhamdulillah kombinimi e 400 vite për 15 shekuj që muslimant anë kënd rruzullit toksor e festojnë Bajramin, Fitr Bajramin. Po ashtu e kemi edhe Kurban Bajramin, Eidul Adha, që është ditën e 10 të muajit Dhul-Hijja, në të cilën është muaj kur haxhilerët dalin në kohën e haxhit, dalin në Arafat, Muzdelife, në Mine, dhe janë ditët më të mira të vitit, për cilat edhe Allahu Teala është betuar në Kur'an walayalin ashar, pasha 10 ditët apo 10 netët, për cilat kanë thënë mufesirët e Kuranit se fjala është për 10 ditët e muajit Dhul-Hijja, muajit në cilën haxhilerët janë thirr, muslimanët janë thirr anë kënd rruzullit toksor që një herë në jetë secili musliman që ka mundësitë, është i aftë fizikisht dhe psikikisht dhe i ka mundësitë materiale me shku me kry këtë obligim madhor, Allahu Teala e ka thirr gjatë ditëve të caktuara të muajit Dhul-Hijja, e ka thirr në Mekën e bekum që ta krye haxhin dhe në këtë formë ta ktheje të pastër sikur ditën që ka lind nga nana e tij, ta ktheje të pastër prej mëkateve. Andaj ne, të cilët nuk e kemi fatin që gjendemi në Arafat, në Muzdelife dhe në Mine dhe në Mekën e bekume, që të bëjmë tavafin të kryjmë këtë obligim madhor, atëherës i gëzohemi që Allahu Teala po i fal muslimanët tonë që i ka hap dyrët e mirësisë, faljes, dhe sikur që ka në hadithet pejgamberit alayhis salam kur Allahu Teala i fal ditën e Arafatit, i fal në mënyrë masovike ata të cilët prezantojnë në Arafat, dhe Allahu Teala u fal gjunahet të cilët i kanë bë, duke i pyet melaçet të jini dëshmitar se këtyre robërve të mi të cilët janë të pluhurosur, të lodhur, u plotësoj kërkesën e tyne që t'u bëj obligim futjen në xhenet dhe t'u ndaloj futjen në xhenem. Dhe pasi që jemi në 10 ditën më të mirë të vitit, që janë ditët e haxhit, muslimanët të cilët nuk kanë shkuar atje i gëzohen që Allahu ja mundsoi me mridhë ditët më të mira, i kaluam me lexim të Kuranit, me namaze, me kurban dhe me agjerimin e ditës Arafatit, që e agjerojnë muslimanët të cilët është presionetit agjerimi ditës Arafatit që i bie natën e Kurban Bajramit, në mënyrë që të fitojmë faljen e Allahut Teala dhe me thirrjen e kurbanit sakrificës që çdo vjet ai që i ka mundësitë materiale për me dhënë këtë sakrificë, i gëzohemi dhe e kemi Bajram. Dhe Muhamedi alayhis salam kur kishte ardhur në Medinë, i kishte pa banorët vendes të Medinës, të cilët festonin, vallëzonin, lunin, këndonin, dhe i pyeti pejgamberi alayhis salam, ç'është kjo? Tha, kjo është një prej festave tona që në periudhën para islamike, para se me u shpall Muhamedit alayhis salam, thanë kem qenë dhe kem festu këtë fest.
E atëherë tha pejgamberi selam, Allahu a ka zavendësu juve këtë fest me 2 ditë më të mira, apo me 2 festa më të mira. Ajo është festa e Fitr Bajramit dhe festa e Kurban Bajramit. Prandaj muslimani me plot të drejtë i gëzohet dhe ka drejt me festu dhe me u gëzu, sikur që thot Allahu Teala në surat Yunus ajeti 58, Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Thuaj, kjo është dhunti e Zotit, është nga Allahu Teala kjo dhunti dhe nga mëshira e tij, e për këtë let gëzohen. Është fjala për muslimanët dhe për besimtarët e mirë. Prandaj muslimani kur bën adhurim, kur feston, çdo send e bën me përshkrim urdhrin nga Zoti i tij ose nga pejgamberi i tij Muhamedi alayhi salatu wassalam. Prandaj edhe neve duke i festu këto festa, në njëjtën kohë e madhrojmë Allahun Azza wa Jall që na i ka përshkru dhe na ka tregu se ne kur dhe si duhet festu për gëzimet të cilat me drejt kemi drejt me u gëzu pas kryerjes së obligimeve karshi Zotit tonë. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka festu bashkë me sahabët e tij, është vesh mirë, dhe sikur që do të shohim disa rregulla na i ka mësu si bëhet festimi i bajrameve dhe si falet namazi i bajrameve të cilët Allahu Azza wa Jall na ka lehtësu dhe na ka mundësu që të festojmë mënyrën më të mirë. Dita e bajramit është e ndalume që të agjerohet, të nderuar vëllezër. Dita e bajramit, dita e Fitr Bajramit dhe ditët e Kurban Bajramit, 4 ditët të cilët janë, këto 5 ditë është e ndaluar që të agjerohet. Janë ditë të ngrënies dhe pirjes, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Prandaj ka thonë edhe ka në hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam, naha an siyam yawmayn, yawm al-fitr wa yawm an-nahr, e ka ndalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam që të agjerohet dita e Fitr Bajramit, dita e parë e Fitr Bajramit dhe dita e therjes së kurbanit, Kurban Bajramit. Hadithën e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Prej suneteve të bajrameve për me tregu madhrimin e Allahu Teala dhe me tregu gëzimin ton, nga suneti është që të bëhen tekbirat. Thuhet Allahu Akbar, Allahu Akbar, do thot të madhrohet Allahu, duke thënë Allahu është më i madhi. Thot Allahu Teala wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Plotësoni ditët që u kam caktu juve për agjerim, sikur që ka qenë muaji i bekuar i Ramazanit, wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum, dhe madhroni Allahun që ju ka udhëzu. Udhëzimi është dhuratë e Allahut Teala. Mos me pas qenë dhurata e Zotit që neve me na udhëzu Allahu Teala, neve sot s'kishim qenë sot të këtill, që me fal namaz, me agjeru, me dhon zeqat, me shku në haxh dhe me dëshmu shahadetin se nuk adhurojmë Zot tjetër veç Allahut dhe nuk i shoqërojmë atij asnjë shok dhe askush nuk është rival dhe shok i krijuesit ton, Allahut Azza wa Jall. Nga suneti është që tekbiret të merren natën e bajramit. Është fjala për Fitr Bajram. Prej perëndimit të diellit, kur përfundon muaji i bekuar i Ramazanit, prej atyhet është mirë që të merren tekbiret deri në fillimin e namazit të bajramit, është mirë që sa më shpesh të përsërisim marrjen e tekbireve. Ndërsa në ditët e Kurban Bajramit
po ashtu është mirë që sa më shpesh të marrim tekbire, të përsërisim madhrimin e Allahut Teala. Në një me kohë të kufizu pas çdo namazit prej kohës sabahut të ditës së Arafatit, që është nata e Kurban Bayramit, dhe thot një ditë para Kurban Bayramit, prej namazit sabahut, pas çdo namazit, është prej sunnetit që të bëjmë tekbire pas namazit, edhe po ashtu vazhdohen këto tekbire ditëve të Kurban Bayramit deri në ditën e tretë të ditëve të Tashrikut ose ditën e katërt të Kurban Bayramit, për arsye se dita e parë edhe 3 ditë të Tashrikut janë këto 4 ditë, më thënë deri ditën e katërt të Kurban Bayramit me namazin e ikindis është koha kur është nga sunneti që me i marë tekbiret. E tekbiret si merren, zakonisht të ne është një prej formave të sunnetit, e cila ka bazë në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur themi Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd, që i bie, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Nuk ka zot që meriton mu adhuru veç Allahut, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, dhe nuk ka shok, nuk i bëhet shirk Zotit tënd. Po ashtu ka edhe disa forma tjera të tekbirit, mirë po për shkak se të ne popullata është mësuar në këtë formë, po e ceki këtë formë që e ka bazën në sunnet edhe mundet të vazhdohet nga secili prej neve. Dhe është mirë që tekbiret të merren në periudhën e ditëve të Bayramit të merren me zam. Mirë po sot subhanallah kemi ardhur në si kohë kur njerëzit turpërohen të madhrojnë Zotin e tyre të cilin e adhurojnë. Nëse është feja imja, edhe është nga sunneti që unë ta ngriz zërin, atëherë nuk prish punë, jo veç nuk prish punë, po është mirë që kur shkojmë edhe me fal namazin e Bayramit, edhe pas namazeve, që me bë me za tekbirin. Për shembull, Ibn Omeri, Abdullah ibn Omar radhiyallahu anhu, djali i Hazreti Omerit, e ngriste zërin kur i merrte tekbiret. Për shembull, po shkon me fal namazin e Bayramit, del vëlla edhe prej banesës, edhe prej shtëpisë tënde, edhe në rrugën tënde, me za, që le dihet që ne pe madhrojmë Allahun se jemi inshallah nga të shpëtuarit dhe nga të falurit prej Zotit ton. Prandaj themi Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dhe pse unë mos me thirr tekbirin zëshëm, s'po them me trenu njerëzit, por me za, për me shpreh identitetin tim edhe me shpreh madhrimin e Zotit tim në mënyrën siç e kanë bë të partë e muslimanëve. Mirë po, nuk kom prej sunnetit që me grup me bë dhe si kor, do më thënë të gjithë një zëshëm dhe në të njëjtën kohë. Mirë po, secili në mënyrë individuale mundet me bë pa e bë me urdhëres. Hajde tani pianisim, thune, unë i pari, ju mas meje, mimitoni, përsëritni, kjo nuk është nga suneti i pejgamberit alayhis salam, por secili në vetën e vet e ban Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, do më thot deri në fund, i merë tekbire, dhe kjo thash është prej sunnetit, sikur që është prej sunnetit, që ditën e Bayramit me i vesh teshat më të mira, me u parfumos, me u zbukuru dhe të tillë me dal në vendin e faljes së namazit të Bayramit.
Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka pas gjybbe që i ka vesh atë pelerinën e vet dhe e ka përdorur për shembull vetëm për namazet e Bajramit ose vetëm për namazet e xhumas. Prandaj edhe sahabët dihet që visheshin më bukur, më mirë në namaz të Bajramit edhe ditëve të Bajramit. Edhe te ne elhamdulillah është përcjell kjo traditë, e kemi rritë që në ditë Bajramit njerëzit vishen më mirë, dhe kjo është nga suneti i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Mbajnë mend kur kem qenë të vegjël, zakonisht na kanë blerë tesha për Bajram. Mirë është që një gjë e tillë, edhe pse tash alhamdulillah mundësitë ndoshta janë më të mira shumë se sa përpara, që kanë qenë dhe tani po mundot të blehen më lehtë teshat, por nëse dojmë me i ble teshat, atëherë është mirë që disa tesha t'ua blejmë dhe t'ua dedikojmë që ditën e Bajramit me i vesh fëmijët tonë, që edhe ata të ndinë bukurin dhe gëzimin e ditës e Bajramit. Po ashtu, lejohet edhe është nga tradita e të parëve tonë që sikur sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam me uru festën e Bajrameve. Për shembull, në namazin e Fitr Bajramit, kur takoheshin sahabët, i thonin njëri tjetrit, taqabbalallahu minna wa minkum, Zoti e pas pranu nga ne dhe nga ju. Dhe format të këtilla të urimit të Bajramit mes njëri tjetrit, mesin e muslimanëve, është e lejuar dhe e ka bazën në praktikën e sahabëve, shokëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, sikur që e kanë përmend Ibn Hajar al-Asqalani dhe ka treguar me transmetues, me vargun e transmetuesve të mirë, se një gjë e tillë, një praktikë e tillë ka bazë në traditën e shokëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Falja namazet e Bajramit në mesin e dietarëve ka, do të thotë, dallime, a është obligative apo nuk është obligative. Te Malikit dhe te Shafit është sunnet, ndërsa te Hanefit është vajib, është patjetër që një musliman i cili është i aftë mentalisht, është në mbyllëk, në moshën madhore kur kërkohet me fal namazin, e ka edhe i shëndosh fizikisht me dalë me prezentu, është i lirë, nuk është rrugtar, është në vendin e vet, atëherë thot duhet me dalë edhe me fal namazin e Bajramit. Te Hanbelit është farz kifaje, nëse një grup i muslimanëve falin, bie nga të tjerët, për Ibn Taymi rahimahullah shkon me mendimin e Hanefive që edhe Sheikh Albani që është vajib, edhe duhet prezentu çdo musliman që ka mundësi me fal namazin e Bajramit, me dalë, me prezentu në musalla ose në mezjet, në xhami, dhe me fal bashkë me muslimanët e tjerë. Koha e faljes së namazit është prej pas lindjes së diellit. Është fal namazi sabahut, ditën e 10 të muajit Dhulhijja, dita e parë e Bajramit, ose dita e parë e Fitr Bajramit ose e Kurban Bajramit, atëherë pritet mas lindjes së diellit derisa të bëhet hija e një shtizës, sa me thonë parafërsisht diku pas 20 minutave, 15-20 minutave pas lindjes së diellit, është koha kur hyn koha e faljes së namazit të Bajramit, që është edhe kohë kur hyn edhe koha e namazit të duhas, namazi i paraditës. Prej sunetit është me u la ditën e Bajramit, me dali pastër, dhe preferohet pak para se me dalë me fal Bajramin me u fal, por nuk prish punë, nëse është fal edhe brenda natës, edhe i pastër, pa erë të rënd, që i shqetëson muslimanët e tjerë, del edhe e fal në mënyrën më të mirë namazin e Bajramit, me tesha të mira,
dhe i parfymosur, që është prej sunetit parfymi, thot pejgamberi selam mos me qenë se po friksohem se po i rëndoj muslimanët, kisha me urdhru që para çdo namazit me i la dhëmbët me misfak edhe me u parfymos. Prandaj parfymi është pjesë përbërëse e jetës së çdo muslimanit. Sidomos para namazeve është prej sunetit, po ashtu ditën e xumë apo ditën e Bajramit është mirë me u parfymos. Ditën e Fitr Bajramit është mirë para se me dalë me shku me fal namazin me ngran diçka. Ka qenë traditë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me hongër hurm. Mirë po i hante për shembull vitër që i bie tek 1 ose 3 ose 5 dhe mirë është edhe ne me zbatu një sunet të tillë. Nëse gjejmë hurma, nëse nuk ka, bën çfarë do që të hajmë apo të pim, me rëndësi është me e kput, me tregu se u kry mu i bekum i Ramazanit, edhe unë po e tregoj këtë se jem në ditën kur hahet dhe pijet. Prandaj para se me dalë me fal namazin e Bajramit, Fitr Bajramit, është mirë me ngran diçka. Ndërsa kur dalim në namazin e Kurban Bajramit, atëherë nuk është nga sunneti me hangër edhe me pi derisa të kthehemi, por nëse hanë edhe pin diçka, nuk prish punë. Jam të fol për një sunnet të zbatuar nga ana e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Se ka në hadith e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, mos hani ditën e Kurban Bajramit derisa ta falni namazin. Po ashtu preferohet që xhamati më shku pak më herët në xhami për namaz Bajramit, se Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk dilte deri sa bëj hyrja e kohës së namazit Bajramit, po kur shkonte e gjente xhamatin që ishte duke e prit. Do thotë kjo është nga sunneti, e jo që masi ka i koha e namaz Bajramit, hajde që atëhere po shkojmë edhe po të bohemi. Po ashtu, është prej sunnetit me shku në kam, do të duke ecur deri te vendi i faljes së namazit të Bajramit. Nëse kemi larg shtëpinë, sidomos për gërbeçi që nuk i kanë xhamia të afër, normal që përdor mjet të udhëtimit, makinën, tramvajin, tren, autobus, pa më parasysh me çfarë mjet të udhëtimit udhton. Por ne në vendet tona ku i kemi xhamiat më afër, është mirë që mos me marr makinën, por me ec deri te vend falja për me u mush rrugët, për me i tregu që sot e kemi Bajram dhe mi zgju herët për me e madhru Allahu Teala për mirësinë që na e ka dhënë, për faljen që na e ka bërë. Prandaj është Bajram. Njëri pse i gëzohet diçka, i gëzohet për shkak të një shpërblimit, e shpërblimin e kemi ne prej Zotit ton. Nuk ka sikur sot për shembull që njerëzit për çdo sent festojnë edhe nuk e dinë pse festojnë. Feston këtë fest, atë fest, pushon, spunon, nuk bën shkollë dhe gjithmonë sheh disa festa të cilat nuk kanë bazë në Islam, mirë po ja që muslimanët veç pse është fest, apo luajmë, apo kthejmë, apo pushojmë, apo s'po punojmë, Bajram e kam edhe unë sot me të tillë të bëjmë. Mirë po, nga suneti është që të festojmë vetëm festat tona, dhe kjo vetëm e kemi Fitr Bajramin dhe Kurban Bajramin, dhe gjatë shkuarjes me fal namazin e Bajrameve është mirë që me shku në kam, sigur që e tregon Abdullah ibn Omeri, kur thot që pejgamberi alayhis salam shkonte në kam dhe kthehej në kam, edhe pse i kishte mjetet e udhëtimit, qoftë deve, qoftë kuaj, gomer, mushk apo diçka tjetër, mirë po nuk e kanë praktiku, por ka shku Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët në kam, hadithin e transmeton Ibn Majah dhe është hadithi hasan sahih. Nga sunneti është me shku me fal namazin e Bajramit me një rrugë e me u kthy në një rrugë tjetër. Mirë është me ndru rrugën. Thash,
që inshallah me dëshmu për një ditë gjykimit, po edhe me i heshu rrugët që me u gjallnu rrugët me njerëz të cilët e madhrojnë Zotin e tyne. Nga syneti është me falë në musalla, në vend të hapur, namazin e Bajramit. Nëse nuk kemi, atëherë i falim në përgjamie, por nëse është mundësia me u falë në vendet të hapura, atëherë është nga syneti që me falë në vend të hapur, kur gjithë muslimanët të bohën dhe e falin në musalla në një vend të hapur namazin e tyre të Bajramit, dhe kështu veprante Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhe kërkonte edhe prej grave që dilnin dhe ta falnin namazin e Bajramit bashkë me sahabët. Gratë shkonin pak veçmas, burrat ishin në anën tjetër dhe në këtë formë edhe ato prezantonin në këtë mirësi të madhe të Allahu Teala dhe pritnin faljen e Zotit tyne dhe tregonin këtë formë gëzimin e tyne. Bile Muhamedi alayhi salatu sallam kur e kishin pyet gratë e sahabëve, kishin thënë ja Rasulullah, jo çdo njëna nga ne po ka tesh me umbulu për me dal në musalla me fal namazin e Bajramit, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, let merre secila prej juve diç nga teshat e motrave tyne, diçka me umbulu, por hajdeni dhe prezantoni, dhe pastaj shkonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe mante edhe një fjalim të posaçëm edhe për to. Dhe bile edhe femrat të cilët i kanë përmushmet e tyne i kërkonte që të vinin në mejdan, dhe ju e dini që femra në kohën e menstruacioneve tyne nuk del në xhami, mirë po në Bajram, në vendin musalla ku është musalla, vendi i faljes së namazit të Bajramit, bën gratë me dal, po pak të veçuara edhe këto të cilët i kanë të përmushmet e tyne. Mirë po dallimi është, për shembull ne kur shkojmë në xhami, nuk ulemi pa i fal 2 rekate tahiyetul mesjid, kur shkojmë musalla nuk ka nevojë me i fal 2 rekate para se më ul, sikur që e bëjmë në xhami. Nuk ka sikur tahiyetul mesjid. Shkohet, ulet pa pas nevojë me i fal 2 rekate tahiyetul mesjid, se nuk është mesjid, po është vend musalla i faljes së namazit. Prandaj thash është prej sunetit që me dal burra, gra, fëmijë, të gjithë me dal mejdan dhe me tregu madhështinë e Bajramit. Namazi Bajramit i ka 2 rekate dhe ka lexu pejgamberi alayhi salatu wassalam, sikur edhe në ditën e Xuma, ka lexu në rekatën e parë Subbihisma rabbikal a'la, Sot A'la, dërsa në rekatën e dytë, hel ataka hadithul ghashiya. Ose ka lexuar një herë surën Qaf wal Qur'an al-Majid, në rekatën e dytë iqtarabat as-sa'a wa shaqqa al-qamar. Hadithet i transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij për me tregu se si janë fal dhe çka ka lexuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namazet e Bajramit. Imami, nëse veç është fut dhe i ka marrë tekbiret e namazit, se dallon namazi Bajramit prej namazeve normale, ka dhe tekbire shtesë gjatë rekatit parë dhe gjatë rekatit të dytë. Nëse ka pak me vonesë edhe nuk i ka marrë ato tekbiret, shkon me imamin e përcjell. Pastaj nëse i ka hup një rekat, kthehet edhe e fal që duhet me fal një rekat me tekbiret e veta. Nuk prish punë pse i ka nik ato tekbiret me imamin. Namazi Bajramit nuk ka as ezan, nuk ka as ikamet. Kështu e ka fal pejgamberi alayhi salatu sallam, sikur që tregon Jabir ibn Samura radhiyallahu anhu, thot kam fal me pejgamberin alayhi salatu sallam, jo vetëm një herë, po disa herë namazet të Bajrameve, dhe i ka fal ato pa ezan edhe pa ikamet. Po ashtu namazi Bajramit që e dallon prej namazeve tjera është që falet mas pari namazi e tek pastaj bëhet hutbeja, ligjerimi. Për shembull ditën e Xuma mahet
ligjerimi, hutben e ban imami, pastaj e fal namazin e xumaz, ndërsa ditën e Bajramit falet namazi i Bajramit e pastaj mahet hutbeja e Bajramit. Po ashtu nga suneti është që mos me nda sikur ditën e xumaz që ndahet hutbeja, ligjerimi nga minberi në dy pjesë. Do thot pjesa e parë, pastaj ulet imami, pastaj ne merr pjesën e dytë. Në namazin e Bajramit, hutbeja mahet një hutbe jo dy me një ulje që i ndan të dyjat. Po ashtu, dëgjimi i hutbes është sunnet. Ka në hadith pejgamberit alayhis salam, ka në një hadith që e transmeton Nesaiu dhe Sheikh Albani i thotë që është hadithi sahih, tregon që Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Man ahabba an yansarifa falyansarif wa man ahabba an yuqima lil khutbati falyuqim." Kush don pas namazit me u largu, mundet me u largu, po kush don me qëndru, me dëgju ligjerimin, hutben, le të mbetet. Prandaj, nëse është fal namazi i Bajramit, edhe pas asaj e kemi dëgjimin e hutbes, presionetit është me qëndru deri në fund. Por nëse dikush për këtë ose atë arsye ngritet edhe shkon, nuk e dëgjon hutben, e ka kry obligimin e faljes së namazit të Bajramit dhe shkon inshallah në punë të veta dhe nuk e dëmton pse nuk e ka dëgju hutben. Por nëse është banu, s'ka mujt me fal namazin, po është ardhur direkt në hutben e Bajramit, çka do të me bëjë çështën e namazit, e fal masi të përfundoje hutben imami, mundet ky me i fal ato 2 rekatet e Bajramit si kaza. Mirë, po nëse veç prezanton, atëherë duhet mos me fol, por duhet me dëgju deri në fund namazin e Bajramit. Do thotë hutben e Bajramit, nuk ka bisedë. E ki sunet. Për shembull, hutbeja e xumaz është vajib, patjetër duhet me prezantu. Ndërsa hutbeja e Bajramit është sunet, por nëse prezanton atëherë ka haram me fol, me bë zhurmë, por mbetet me disiplinën e vet deri në fund dhe dëgjon i disiplinuar hutben e Bajramit. Po ashtu nuk ka falje nafile para namazit Bajramit. S'ka as përpara, as për mrapa, sikur që ka ardhur në hadith të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e Bajramit, na i ka fal 2 rekate dhe nuk ka fal as para e as mbrapa, hadithi në Buhari dhe në Muslim nga Ibn Abbasi radiallahu anhu. Nëse falësh në mesgjid, atëherë nuk ulesh para se me i fal 2 rekatet e tehiyetul mesgjid, që është namazi përshëndetës. Por nëse je mejdan për jashta, atëherë nuk ke nevojë me fal, se s'ka sunet para Bajramit as pas saj. Nëse namazi Bajramit vije ditën e xumaz, atëherë nëse ke fal namazin e Bajramit, edhe ke dëgju hutben e Bajramit, nuk ke nevojë me shku edhe me e fal edhe namazin e xumaz. Nuk e ke obligim të themi, mos them nuk është nevoja, por je i lirë me zgjedh, a don me shku në namaz Bajramit apo namazin e xumaz. Do të ditën e premte, në mëngjes kemi namazin e Bajramit, pastaj në drekë kemi faljen e namazit të xumaz. Nëse e fal namazin e Bajramit e dëgjon hutben e Bajramit, nuk të obligohet me shku me prezantu në faljen e namazit të xumaz, por e fal drekën inshallah në vend të namazit të xumaz. Drekën në shtëpi mund të me fal veten ose me fal me antarët e shtëpisë bashkë me xhamat. Por me fal drekën në xhami me xhamat nuk është traditë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po ashtu është mirë që të vizitohemi me njëri tjetrin dhe është e pëlqyeshme që
të urojmë njëri tjetrin, të vizitojmë njëri tjetrin, të shohim gjendjen e njëri tjetrit për gëzimin e Bajramit. Për fat keq sot me keqardhje po them, njerëzit janë largu, nuk po vizitojnë, sidomos mas kohës pandemisë që e patëm para disa viteve. Njerëzit kanë lënë vizitat për tek njëri tjetri dhe kemi filluar që të jemi në distancë, që nuk është nga suneti i pejgamberit alayhis salam, po edhe kur përzihemi nuk bën me i përzi gjinit, që gratë me u ly, me u ngjy, me u parfymos edhe me u dal burrave të huaj, nëse është Bajram, për gruan është Bajram, para grave, por jo me u dal burrave të huaj. Kur të shkon vizitë të dikush, nëse është gruaja vetë, nuk bën me u fut brenda, edhe me u përzi me një gru që nuk e ke mahrem, nuk është e lejuar që ti dhe ajo me mbet vete në një ambient të mbyllt. Nëse nuk janë burrat, nëse nuk ka tjerë antar në shtëpi, nuk është e lejuar me u fut me një gru të huaj dhe me u vetmu, se thot pejgamberi alayhis salam, i treti është shejtani. Po ashtu, kur të shkojmë vizita, nuk është e lejuar mi dhon dorë burri gruas së huaj apo gruaja mi dhon burrave të huaj, mirë se erdhët edhe me dhon dorë. Jo vetëm për Bajram, po gjithmonë dhënia e dorës është e ndaluar, se thot pejgamberi sallam, me ditë njëri se çfarë mëkati ka në këtë punë, më përpara pranon me e godit me shofër të hekurit në kokën e tij se me pranu me prek dorën në një femës huaj apo burrit të huaj. Për fat keq tash është legalizuar kjo punë, më e keqja është kur e sheh se hoxha e zgjat dorën, edhe thot bile mund më kon sa rrota traktorit me pas pozitë të lartë në hierarkinë fetare, institucionin fetare, me thonë për inat filan hoxhas, unë ty ta jap dorën. Kjo është për keqardhje, për gjendjen e disa njerëzve që duhet të jenë shembull se si duhet të jetë muslimani në zbatimin e rregullave fetare, që duhet të jetë i përpikt e jo vetëm me qenë shkelësi aty në rregullave. Dhe nuk ka nga suneti vizita e vorrezave ditën e Bajramit me shku në Vorraz. Pejgamberi sallam për namazit Bajramit ka shku, ka bë Bajram me antarët e shtëpisë e jo me shku me u mërzit ditën e gëzimit. E tani për fat keq është bërë traditë, e kem gjetë këtë traditë. Përkundër asaj se po e flasim, po shoh ende njerëz ka që shkojnë më njëherë mas namazit Bajramit edhe pa shkuar në shtëpi, drejt e të vorrezat edhe shkon fol me nonën, komar, po mungon, shkon me tafërmin e vet, me gruan, me burrin, edhe bën mohabet kur vjen në shtëpi, që ka syt që ka, edhe e prish gëzimin. Kjo nuk ka nga suneti ndërun vllazën. Te për bidatëve që s'kan bazë në sunet. Sunet është me u gëzu me dashurit ton, me madhru Zotin dhe me shpresu faljen e Zotit ton. Allahu gjithmonë dhasht festa që të kemi fest të këtil të festojmë një den si pas sunetit pejgamberit alayhis salam, dhe Allahu Teala insha Allah na fal dhe na pastron prej mëkateve në këto festa që i festojmë dhe na takon festën më të madhe, ajo është takimin me Zotin ton, ditën e gjykimit, shiqimin në bukurinë, madhërisë ti. Allahi na mundsoft inshallah të jemi prej banorëve të xhenetit e aty inshallah ta bëjmë Bajramin më të madh. Ajo është me ndejt të dashurit besimtarët mes vete dhe me u kënaq me shiqimin e Zotit të vet. Allahi na mundsoft inshallah takimin në xhenet deri takimin ton të radhës, beqi për kujtimin Allahu Teala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.